Në memorien e futbollit shqiptar, dy emra kanë mbetur të lidhur fort me momente të bujshme në sfidat kundër Serbisë. Ismail Morina, i njohur si ballisti, dhe sulmuesi kuqezi Rej Manaj. Edhe pse në rrethana krejt të ndryshme, të dy u bën pjesë episodeve që kanë lënë gjurmë të pashlyeshme në historinë e futbollit shqiptar, duke tërbuar serbët. Ngjarja droni në Beograd, e nisur nga ballist Morina në tetorin e vitit 2014, u kthye në një nga incidentet më të përfolura në futbollin evropian. Pas ndërprerjes së ndeshjes dhe vendimit të UEFA-s, Shqipëria përfitoi 3 pikë të rëndësishme, të cilat ndihmuan dukshëm që të siguronte kualifikimin për në Euro 2016. Episodi mbeti si simbol i një ngjarje që tekaloi fushën e blerët, duke diskutuar gjithësisht në nivelin ndërkombëtar. Ndërkohë, Rej Manaj ka lënë gjurmë dhe shenjë në mënyrën më sportive të mundshme, duke shënuar në fushë. Goli i tij spektakolar në përballjen e fundit në Beograd ndaj Serbisë u kthye në një moment të veçantë për kombëtarët shqiptare dhe tifozët kuqezi. Me një finalizim të klasit të lartë, Manaj shënoi një gol që është bërë pjesë e historisë, pasi tashmë Shqipëria ka siguruar matematikisht edhe kalimin për në fazën e play-offit të Kupës së Botës. Nga një episod jashtëfushë te një gol i pasur futbollistik, të dy momentet mbeten pjesë e rrugëtimit të veçantë të Shqipërisë në ndeshjet kundër Serbisë. Një histori e ndërtuar nga situata dramatike, emocionet e forta dhe momente që do të kujtohen gjatë. Për serbët, ballisti dhe Manaj janë dy personazhe që kanë kthyer ditët e serbëve në zi kombëtare.